Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillojmë me shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. BE thot se palët thyen marrëveshjen, presidenti tha që nuk tërhiqet nga deklaratat e mbrëmshme. Ish presidenti ndjer Ibrahim Rugova ishte kundër shkëmbimit të territoreve. Siguria e tensionuar këtë vit, mund të ballafaqohemi me prezencë ruse. Deputet nga koalicioni nuk do të pranojnë rezultatin e komisionit për matje të territorit. Palët e dialogut shkelën marrëveshjen e mbrëmshme. Ato ishin zotuar që të përmbahen pas ndodhive të fundit, marrëveshje të cilën Bashkimi Evropian thot se shkelën të dyja palët qysh nga deklarimi mbrëmshëm për medje. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka shprehur keqardhje për të gjitha palët e dialogut, pasi ka thënë se ata nuk e kanë respektuar takimin e mbrëmshëm në Bruksel, duke u bërë thirrje palëve të vetë përmbahen. Më vjen keq që nuk janë përmbajtur të gjithë kësaj dhe ne i ftojmë që të përmbahen dhe zhvillimet i ndërtojnë mbi bazën e marrëveshjeve të arritura dje, thuhet në deklaratën e zëdhënëses së saj, Maja Kocijančić. Rezultati i këtij takimi sipas saj është lënia e tensioneve, duke e parë si mjaft të rëndësishëm edhe formatin e ri të dialogut. Pas takimit që nuk pati ndonjë marrëveshje konkrete dhe u cilësua mjaft i vështirë, pala kosovare dhe ajo serbe vazhduan deklaratat në paralajmërim të njëra tjetrës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me njëherë pas përfundimit të takimit Kosovë-Serbi në Bruksel, ka thënë se në këtë takim është kërkuar nga Bashkimi Evropian që të jeti qartë në raport me Serbinë për mos lejimin e cënimit të territorit të Kosovës. Pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe do të ulë pretendimin territorial të Kosovës dhe ta njohë Kosovën sa më parë që të jetë e mundur, u shpreh presidenti Thaçi pas takimit. Aty thot se u diskutua edhe për ndodhitë e fundit, duke paralajmëruar rënimin e murit. Sipas presidentit Thaçi, armatimi i strukturave paralele në veri nga Serbia paraqet rrezik serioz për Kosovën. Presidenti serb Tomislav Nikolić ka thënë se BE-ja duhet të kuptojë se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Po ashtu ai ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar edhe për ngjarjet e fundit, sikurse ajo e trenit. Pas takimit është prononcuar edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se janë pajtuar që dialogu të vazhdojë me përfaqësim të nivelit të lartë. Vučić u tha gazetarëve se takimi me Thaçin e Mustafën ishte shumë i vështirë përkundër çndrimeve. Thotë se është arritur që për disa gjëra të pajtohen përmes dialogut të hapur. Për herë të parë, mbrëmë mbaj takimin në nivel presidentësh dhe sipas palës kosovare, ky do të jetë edhe fillimi i fundit të dialogut me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve, që do të çojë në njohjen e shtetit të Kosovës. BE bën të ditur se të dyja palët e rënë dakord që dialogu të zhvillohet në frymën e respektit, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Sipas tyre, diskutimet ndërmjet palëve do të intensifikohen gjatë ditëve të ardhshme. Presidenti Hashim Thaçi siguron Bashkimin Evropian se do t'i respektojë të gjitha rezultatet e dialogut politik me Serbinë. Në një konferencë për media në Prishtinë, ai ka deklaruar se qëndron prapa deklarimeve të mbrëmshme në Bruksel pas takimit me palën serbe në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se qëndron prapa deklarimeve të mbrëmshme në Bruksel pas takimit që kishin me palën serbe. Ai ka thënë se kanë kërkuar nga shteti serb që t'i ndalë provokimet ndaj Kosovës. Presidenti Thaçi ka deklaruar se mbrëm ka pasur mirëkuptim ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe dhe se sipas tij janë dakorduar se dialogu nuk ka alternativë tjetër. Unë dua të siguroj se pala kosovare do të respektojë në tërësi zotimet që ka marrë nga takimi i mbrëmshëm, pra do t'i përmbahemi plotësisht zotimit tonë, do t'i përmbahemi gjithë asaj që jemi zotuar mbrëm në takimin e Brukselit dhe gjitha ato që kemi diskutuar dhe më herët janë ato që keni lexuar.
Ai ka thënë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve në mes Prishtinës dhe Beogradit ka arritur në fazën finale, kur duhet sipas tij të dihet se cili është përfundimi dhe rezultati final i këtij procesi. Presidenti më tutje ka thënë se Kosova thërret për paqe, stabilitet, mirëkuptim, vlera atlantike, duke shtuar se shpreson që do të ketë vullnet të njëjtë edhe nga pala serbe. Ne jemi lider shtetëror dhe kemi përgjegjësi për të punuar me përkushtim për ruajtjen e paqes dhe normalisht edhe përfundimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. E sa i përket çështjes së murit në Mitrovic, për të cilën Kuvendi i Kosovës ka nxjerrë një rezolutë që të rrezohet deri në fund të muajit janar, Thaçi ka theksuar se janë të obliguar nga autoritetet që të respektojnë rezolutat. Me interes është që kjo çështje të përmbyllet për atyre që ka iniciuar dhe ndërtuar, kjo do ishte zgjidhja më e mirë e moshme. Sido që tjetë autoritetet kosovare kanë përgjegjësi për të respektuar rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndryshe, kjo është hera e parë që një dialog i tillë zhvillohet në Bruksel në nivel presidentësh. Përfaqësuesja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, gjatë takimit me ministrin Ferhat Shala, ka komentuar dhe çështjen e ndërtimit të murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Ajo shprehur se zgjidhja për murin në veri duhet të funksionojë për të gjithë, duke lënë të kuptohet se nuk do të ishte zgjidhje rrëzimi i murit. Ambasadorja Apostolova theksoi nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje për murin në veri të Mitrovicës që do të ishte funksionale për të gjithë, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Rikujtojmë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë shprehur se muri në Mitrovicë do të rrëzohet në fillim të muajit shkurt. Zyrtarja kryesore ekzekutive në komunën e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhić, ka pohuar në emisionin Republika me Dardan Gashin se në projektin e revitalizimit të urës ekziston edhe muri. Ndonse jo në lartësinë që është ngritur, mirë po ai është pjesë e kësaj marrëveshje, ka deklaruar Hoxhić. Muri ngritur në veri të Mitrovicës është në projektin e Brukselit për revitalizimin e urës, jo në lartësinë siç është ngritur ai, mirë po muri është pjesë e këtij projekti. Këtë gjë ka pohuar zyrtarja ekzekutive në komunën e Mitrovicës veriore Adriana Hoxhić, e cila ka thënë gjithashtu se rrëzimi i tij nuk është në dorën e komunës. Kam qenë prezente në disa takime ku është biseduar edhe muri dhe muri si i tillë ekziston në projekt. Jo në atë lartësi, është bërë një modifikim sa i përket lartësisë, por një mur në projekt ekziston. Dhe unë e besoj që shumë shpejt do ta zgjedhin një kompromis. Tani është interesant sepse ne jemi mësu, është koha për të bërë pazarllëqe të ndryshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe patjetër. Hoxhić ka thënë se çështja e urës është politike dhe s'është folur për të 4 vite me radhë pa asnjë rezultat konkret. E muri ngritur sipas saj është një patate e nxehtë që po tentohet të lihet në dorë komunës së saj, por që nuk do e marrin përsipër këtë barr. Muri në Mitrovicën veriore afër urës kryesore është tani një patate e nxehtë dhe dikush është ka mendon që qatë patate t'ja lënë administratës në Mitrovicën veriore, një gjë e cila nuk do të ndodhë, sepse projekti i cili zhvillohet tani në Mitrovicën veriore, kam fjalën për shetitoren, njëjtë sikurse edhe ura kryesore e cila revitalizohet, janë vendime politike të cilat janë marrur në Bruksel. Ajo ka thënë se komuna e saj nuk ka qenë informuar më parë për projektin e urës dhe se nuk e ka parë atë deri kur çështja është bërë temë kryesore e zhvillimeve në vend. Njëra prej udhëhecëve kryesore të LDK-s në periudhën e okupimit, Edita Tahiri, thotë se ish presidenti ndjeri Ibrahim Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë kundër opsionit për këmbim territoresh, sepse që të dyja territoret janë toka shqiptare. Bashkë me presidentin Rugova, thotë se ja kanë bërë të qartë bashkësisë ndërkombëtare se nëse nuk përkrahet pavarësia e Kosovës, atëherë do të kërkohet bashkimi kombëtar. Ish presidenti ndjer Ibrahim Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë kundër opsionit për këmbim territorësh,
sepse që të dyja teritoret janë toka shqiptare. Kështu thot për Tribuna Channel Edita Tahiri, si njëra prej udhëheqësve kryesore të LDK-s në periudhën e okupimit. Kohëve të fundit kanë vëritur që ka persona që thirren te Rugova, por që asnjëherë nuk kanë qenë pjesë e udhëheqjes së ngushtë të LDK-s si lëvizje për pavarësi. Unë ftoj gjithë këta persona të përmbahen nga deklarimet dhe të mos bëjnë spekulime në emër të presidentit Rugova dhe të LDK-s, sepse dihet kush ka qenë pjesë e udhëheqjes së LDK-s për 10 vjet të luftës sonë për pavarësi. Edita Tahiri, një herët edhe ministre për dialog, thot se presidenti Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë pasur projekt të qartë kombëtar dhe shtetëror në kohën e luftës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, kur LDK ishte një lëvizje gjithpopullore për pavarësi, me legjitimitet të plotë dhe me organe udhëheqëse të zgjedhura në mënyrë demokratike. Në raste të caktuara kur janë vëritur paqartësi nga faktori ndërkombëtar rreth përkrahjes për pavarësinë e Kosovës, presidenti Rugova dhe ne, udhëheqja e ngushtë e LDK-s, ja kemi bërë të qartë bashkësisë ndërkombëtare se nëse nuk përkrahet pavarësia e Kosovës, atëherë ne do të kërkojmë bashkim kombëtar. Reagimi i ministres Tahiri vije pas spekulimeve të fundit për sa i takon qëndrimeve politike të presidentit Rugova dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës në periudhën e vështirë të okupimit të Kosovës nga Serbia. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur në takim të gjithë ambasadorët dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Pas këtij takimi, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, foli për rëndësinë e Kuvendit të Kosovës në implementimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në agjendën reformuese të BE-s. Marrëveshja stabilizim asociimi do të jetë e pranishme në të gjitha sferat si krijimi i vendeve të reja të punës, ekonomia, sundimi i ligjit, edukimi e të tjera. E implementimi i kësaj marrëveshje ka rëndësi të madhe për Kosovën. Kështu është shprehur përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila me ambasadorët dhe përfaqësuesit e BE-s është pritur në takim nga kryeparlamentari Kadri Veseli. As you know, the Stabilization and Association Agreement is Siç e dini, marrëveshja e stabilizim asocimit do të jetë e pranishme në të gjitha sferat, si krijimi i vendeve të reja të punës, ekonomia, sundimi i ligjit, edukimi, kështu që implementimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit ka një rëndësi të madhe, të cilat legjislativi do të aprovojnë këtë relacion, është e rëndësishme për jetën në Kosovë. Nën komisioni i parë i ligjit dhe drejtësisë është duke ndodhur në Prishtinë, i cili ka rëndësi të madhe dhe falenderoj institucionet e Kosovës që kanë mundësuar këtë gjë. Apostolova shtoi se raportet financiare të partisë më të madhe në vend do të publikohen shumë shpejt në faqen zyrtare. E kryeparlamentari Kadri Veseli tha se shteti i Kosovës ka orientim perëndimor dhe synon në mënyrë të palëkundur integrimet euroatlantike. Ne do të vazhdojmë në rrugën e integrimit euroatlantike në mënyrë të palëkundur, do të përmbushim çdo standard dhe kriter në këtë rrugtim, i cili kërkohet nga Kosova. Kosova nuk është më shtet as shoqëri konsumuese e stabilitetit, po është vetë kontribues në stabilitet. Veseli deklaroi se do të ketë komunikim të vazhdueshëm në mes pozitës dhe opozitës. Ajo zotua se do të vazhdohet me kursin e promovimit të drejtave të gjithë komuniteteve në Kosovë. Në mënyrën që Kosova të transformohet edhe në një fuqi zhvillimit ekonomik, do të vazhdojmë kursin e komunikimit brenda opozit, dialogut brenda, do të vazhdojmë kursin e integrimit dhe promovimit të drejtave gjitha komuniteteve cilat janë në Kosovë, që Kosova të jetë një vetë shembull i stabilitetit dhe i bashkëjetesës multietnike. Veseli shtoi se do të vazhdojnë procesin e forcimit të sovranitetit dhe shtetësisë të Republikës së Kosovës, i cili është po ashtu i njëjtë imperativ jetësor për çdo qytetar në Republikën e Kosovës. Ideja e kryeministrit Isa Mustafa për të formuar një komision të ri të përbërë nga ekspert për të matur territorin e vendit, duket se nuk po mbështetet edhe nga deputetët e opozitës, që më herët e kishin kundërshtuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me malin e Zi. Ata janë shprehur se nuk do e njohin rezultatin e komisionit, duke vazhduar në këtë mënyrë ngërçim politik për miratimin e kësaj marrëveshjeje.
Themelimi i komisionit që do të marrë territorin e vendit në kuadër të marrëveshjes së demarkacionit me Malezi nuk është përkrahur nga pozita dhe deputet pozitës. Edhe nëse rezultati do të jetë 10.887 km2, siç pretendon Komisioni Shtetëror, përsëri nuk do të përkrahet nga deputetët që kanë qenë kritik të kësaj marrëveshje. Pas deklaratës së deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, se nuk do ta njohë rezultatin e këtij komisioni, edhe deputeti Shaib Muja është shprehur për Tribuna Channel se rezultati i këtij komisioni nuk do të ndryshojë votën kundër ratifikimit të saj. Ai ka thënë se meqense janë injoruar opsionet e tij për zgjedhjen e këtij ngërçi, nuk do ta pranoj rezultatin e komisionit formuar nga qeveria. Nëse deri më tani nuk marron përgjigje në propozimin tim, komentet e mia, qoftë edhe këtu në kuvent, ku unë zyrtarisht kam kërkuar, unë nuk do të pranoj asnjë vlerësim të këtyre komisioneve mediatike që së pari kryetari i komisionit është figurë kontestuar shkencore, qëndrimi pa ndryshueshëm. Me këtë formë çfarë këta po mundohen me imponu, ta që nga fillimi kanë bërë shkelje edhe ligjore procedurale edhe nga aspekti drejtës ndërkombëtare. Gjithashtu edhe subjektet opozitare e kanë bojkotuar ftesën e kryeministrit për të marrë pjesë në këtë komision. Sipas këtyre të fundit, me këtë komision po tentohet të kamuflohet dëmi që është bërë vendit me marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malezi. Kosova është shteti i vetëm në Evropë që nuk e ka fituar liberalizimin e vizave në zonën Schengen. Nën kryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek para disa ditësh ka bërë edhe një herë thirrje se çdo vonesë në miratim do t'i dëmtojë qytetarët e Kosovës. Lunacek është shprehur për Tribuna Channel se liberalizimi i vizave nuk është një e drejtë në vetvete, ajo është e bazuar në merit. Kjo do të thotë se kriteret duhet të plotësohen, prandaj topi është në duart e Kuvendit të Kosovës dhe qeverisë. Ngërçi i tanishëm duhet të marrë fund. 2 kërkesat e mbetura duhet të përmbushen nga Kosova së shpejti. Edhe pse Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malezi është kusht parësor për liberalizimin e vizave, opozita dhe deputet pozitës vazhdojnë të mos komunikojnë me qeverinë për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Vetëm njohja e Kosovës nga Serbia duhet të negociohet me palën serbe. Kështu pohon antari i kryesisë së AK-s Smajl Latifi, ndërkohë ky i fundit në emisionin Fakt Plus foli dhe për rikandidimin e tij për kryetar të komunës së Rahovecit. Me shtetin e Serbisë duhet të dialogohet vetëm për një çështje, e ajo është njohja pa kushte e Republikës së Kosovës. Kështu është shprehur antari i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Smajl Latifi. Në emisionin Fakt Plus në Tribuna Channel, Latifi shtoi se me këtë njohje do të mund të hapeshin kapituj tjerë për diskutim. Ka ardhur koha që mi dhënë fund edhe me kalu në një stad 3, me një përmbajtje të re, me kritere të tjera, me një qasje tjetër, në mënyrë që me Serbinë të bisedohet vetëm për një temë. Edhe kushti kryesor që duhet ta vendosë Kosova në këtë kontekst do të ishte njohja e pavarësisë Kosovës, njohja pa kushte e shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës nga ana e Serbisë. Në Fakt Plus, Latifi foli edhe për protestën që do të mbahet në komunën e Rahovecit për lirimin e menjëhershëm të liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Ai tha se ashtu siç kanë protestuar qytetar anë kënd vendit, por edhe më gjerë, do të protestohet edhe në Rahovec. E në këtë komunë emri i tij është lakuar që do të rikandidojë për të parin e Rahovecit. I pyetur sa është sërish kandidat, Latifi tha se nuk ka asgjë konkrete, por si kryetari i degës së AK-s në Rahovec, janë duke punuar intensivisht për rimarrjen e pushtetit në këtë komunë. Ndoshta herët të jemi preciz, po sidoqoftë ne po punojmë, jemi deg jashtëzakonisht e organizuar, ne po punojmë që Aleanca të rikthehet në krye të udhëheqme komunën e Rahovecit në zgjedhjet të cilat po vinë. Ai tha se si degë e AK-s janë të gatshëm që të punojnë për zhvillimin e komunës së Rahovecit. Është mbajtur tryeza me temën sfidat e sigurisë së Kosovës 2017, në të cilën u tha se gjendja e sigurisë në Kosovë është e tensionuar dhe se vendi në këtë vit mund të ballafaqohet me sfida të ndryshme. Nga aty dolën rekomandime konkrete nga përfaqësues politik dhe intelektual të kësaj fushë. Kosova këtë vit mund të ballafaqohet me një prezencë ruse përmes mekanizmave që kjo e fundit ka. Ndërsa gjendja e sigurisë në vend është e tensionuar, sidomos pas veprimeve të fundit të Serbisë ndaj Kosovës. E sfidat të tjera me të cilat mund të ballafaqohet vendi për këtë vit janë edhe ekstremizmi dhe krimi organizuar.
Zëvendës ministri puneve të brendshme Naat Mustafa ka thënë se sa i përket tensioneve me Serbinë, ky shtet bën hile në zbatim të marrëveshjes. Po të shikohet format të cilat është duke i përdorur Rusia ose Federata Ruse që tjetë prezente në Kosovë, e shohim që aty ka edhe format të cilat përdoren drejt për drejt të drejtuara prej shtetit. Me qëndrimin e zëvendës ministrit Mustafa u pajtua dhe antari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, Nureddin Ibishi, duke thënë se të gjitha këto paraqiten si rreziqe. Dhe vetëm mundësi mbetet që me ligjin për FSK-n, me shumicën e thjesht të bëjmë ndryshimet e duhura që FSK-ja të ecë rrugës së vet fillimore, sikur është para pa. Kurse eksperti i sigurisë dhe ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati tha se qeveria dhe Kuvendi i Kosovës duhet të marrin hapa të mëtutjeshëm që t'i hapin rrugë FSK-s që të ecë përpara pa bërë ndryshime kushtetuese. Në nerin 126 të Kushtetuesës së Republikës së Kosovës nuk përmendet misioni i forcës së sigurisë, përmendet vetëm forca e sigurisë së Kosovës. Në konferencën me temë sfidat e sigurisë së Kosovës 2017, u paraqiten edhe sfida të tjera me të cilat mund të ballafaqohet vendi. Tensionet me Serbinë, situatën e veri të Kosovës, dhomat e specializuara ose ajo që quhet gjykata speciale. Nëse gjykata speciale i cënon lidershipin e ndonjë partie politike, ka rrezik që ato parti politike rrjedhimisht të vendin me met pa udhëheqje. Deputeti i PDK-s Agim Qeku pohoi se sektori i sigurisë duhet të mundsojë zhvillim të papenguar të demokracisë në vend. Çdo qeveri, çdo vendi nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa siguria, me garantu siguri. Kjo tryezë është organizuar në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung, derisa qëllimi i saj ka qenë analizimi dhe funksionimi i politikave të qarta dhe të duhura për të ndërtuar sigurinë e përbashkët në Kosovë dhe në rajon. Seanca e deklarimit të 4 antarëve të lëvizjes vetëvendosje të akuzuar në rastin e sulmit ndaj Kuvendit të Kosovës është ndërprerë pasi gjatë deklarimit të prokurorit të Prokurorisë Speciale Abdurrahim Islami ka ndërhyrë avokatët e të akuzuarve. Gjyqtari Beqir Kaludra ishte dhënë vrejtje edhe më parë që seanca do të ndërpritet nëse nuk do të respektohen rregullat e gjykatës, pasi avokatët kishin ndërhyrje në fjalimin e prokurorit disa herë. Ndërhyrjet e vazhdueshme të avokatëve gjatë deklarimit të prokurorit të Prokurorisë Speciale Abdurrahim Islami në seancën e 4 antarëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët dyshohen për sulmin ndaj Kuvendit të Kosovës, kanë bërë që kjo seancë të ndërpritet. Avokatët në fillim të seancës kërkuan përjashtimin e prokurorit Islami dhe gjithë Prokurorisë Speciale të Kosovës nga ky rast. Megjithatë, prokurori Abdurrahim Islami tha se habitet me kërkesën e avokatëve që të përjashtohet nga ky rast, duke thënë se në aktakuzën e tij në asnjë rast nuk e ka përmendur fjalën vetvendosje. Unë në asnjë rast në aktakuzën time nuk e kam përmendur fjalën vetvendosje. Asnjë rast, përpos me një fjali, në asnjë rast nuk e kam përpos me një fjali ku kam thënë se nga ana e përfaqësuesve të partisë politike ka pas deklarime dhe prononcime të tjera, të cilat kanë rënë dhe prova të cilat kanë dorëzuar nga vetvendosja. Megjithatë, në fillim të seancës, avokati Adhe Arifit Ramiz Krasniqi deklaroi se kërkon përjashtimin e prokurorit Islami. Po ashtu avokati Krasniqi tha se kjo akuzë është e pabazuar në ligj, është jo cilësore dhe jo konsistente. Historia e gjyqësisë na mëson se në raste të tilla është e udhës që prokuroria mos ta ngresë çështjen në gjyq, por nëse e ka ngritur, ajo duhet të tërhiqet dhe unë prokurorit sot i sugjeroj që ta tërheqë çështjen e të akuzuarve të lëvizjes vetëvendosja. Të njëjta deklarime i kanë mbështetur edhe 3 avokatët e të akuzuarve të tjerë. Pas ndërprerjes së seancës, një nga 4 të akuzuarit Frashër Krasniqi tha se nga ky gjyqësor po u kërkohet atyre që të tërhiqen nga rasti, për çka i tha se nuk do të pranojnë nga se nga këto akuza të rreme humbi jetën edhe aktivisti vetvendosjes Astrid Dehari. Po na nuk kemi me pranu, për shkak se në durrët e këtyne ka vdek një aktivist i vetvendosjes, ka vdek një student i shkëlqyeshëm i mjekësisë, një qytetar besnik i Republikës, për shkak të montimeve që i kanë bërë këta. Të akuzuarit Frashër Krasniqi, Adhe Arifi, Adea Batusha dhe Ekzon Haliti janë 4 nga 5 të akuzuarit për sulm ndaj Kuvendit të Kosovës në vitin e kaluar, ndërsa i akuzuari i 5 nga ky rast, Astrid Dehari, kishte vdekur muaj më parë në paraburgim në burgun e Prizrenit, rasti i të cilit nuk është zbardhur ende.
Çështja e personave të pagjetur ka sjellë përplasje ndërmjet përfaqësuesës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe përfaqësuesve të familjeve serbe. Në një debat të thirrur nga Fondi për të Drejtën Humanitare, theksi u vu në personat e pagjetur serb dhe kosovar. Me shumë polemike e përplasje është përcjellur debati për të drejtën për reparacionet e viktimave civile të luftës në Kosovë. Çështja e të pagjeturve në Kosovë përplasi zëvendësministren Rita Hajzeraj dhe përfaqësuesin e familjeve të personave të kidnapuar dhe të zhdukur, Milorad Trifunović nga komuniteti serb. Trifunović është shprehur se ndihen të diskriminuar në krejt këtë proces. Mi smo jako, gospođa, ndjehemi të diskriminuar. Viktimat civile të luftës në Kosovë që gjenden në Serbi nuk kanë përfituar nga reparacionet. Por me të nuk është pajtuar zëvendësministria Hajzeraj duke i bërë me dije se të paktën ata kanë gjetur personat e tyre të vrarë në territorin e Kosovës, ndërsa kosovarët mbesin ende të zhdukur në territorin e Serbisë. Numri i madh i veteranëve, numri tjetër i zhdukurve që ne as nuk i kemi të kthyr në Kosovë. Të paktën ju i keni gjetur ndoshta në territorin e Kosovës. Ndërsa Drita Bala nga Fondi për të Drejtat Humanitare në Kosovë shpalosi edhe skemën e këtij raporti. Ajo tregoi edhe arsyet pse disa persona kanë humbur të drejtën për dëmshpërblim. Në vitin 2011, më duket në fillim të qershorit 2011, në fakt është pru vendimi politik që të stopohet pranimi i aplikacioneve për familjar. Gjatë hulumtimit për viktimat civile të luftës janë intervistuar 150 persona të cilët janë nënshtruar një pyetësori prej 3 pyetjeve. Pas kësaj me shfuqizimin e ligjit shumë persona kanë mbetur pa reparacione. Kompania prodhuese Frutex që prej sot ka filluar të eksportoj produktet e saj edhe në Irak. Pronari i kësaj kompanie tha se në gjendjen me të cilën ballafaqohet vendi, nuk është as pak e lehtë të zhvillohet një biznes. Ai thotë se edhe përkundër sfidave, prodhimet e kompanisë që ai drejton eksportohen në më shumë se 20 vende të botës. Edhe përkundër sfidave me të cilat ballafaqohen bizneset në vend, shumë prej tyre mund të cilësohen si histori e suksesi. Në një vend si Kosova me probleme të mëdha ekonomike e sociale, prodhohen produkte të cilat cilësohen si lider për shitje në Ballkan. Përveç Ballkanit, produktet kosovare kanë arritur të kalojnë territore edhe më të gjera tregtare. Kompania Frutex, e cila është një ndër kompanitë e suksesshme prodhuese në vend, produktet e së cilës eksportohen në më shumë se 20 vende të Europës, ka arritur t'i kalojë edhe këta kufi. Prej sot kjo kompani ka filluar eksportin e produkteve të saj edhe në shtetin e Irakut. Pronari i këtij giganti prodhues Shaqir Palushi tha se rrugtimi i produkteve të Frutex nuk mbaron këtu. Nga sot kompania jon fillon për atë të eksportoj edhe në Irak dhe ky është vendi i 24 ku produktet e kompanisë sonë do të plasohen. Po ashtu këto ditë kemi nënshkruar edhe një marrëveshje me një kompani nga Jordania dhe presim që gjatë muajit të ardhshëm po ashtu produktet i plasojmë edhe atje. Palushi tha se rruga nëpër të cilën ka kaluar biznesi i tij nuk ka qenë edhe aq e lehtë. Që me prodhu nuk është e lehtë askund, aq më pak në Kosovë, duhet ditë që ballafaqohemi me shumë probleme, qoftë nga energjia elektrike, po edhe probleme tjera, por natyrisht është me fat që kompania jon shumë herët është përcaktuar në raport për kualitet, por edhe për eksport, dhe sot të thotë kemi arrit qoftë përmes marketingut apo përmes prezencës në përpanierë ndërkombëtare që të jemi mjaft fuqishëm në tregun ndërkombëtar. Vetëm në vitin 2016 kjo kompani ka filluar eksportin për herë të parë në 7 shtete jashtë territorit të Kosovës. Aktualisht kompania Frutex eksporton produktet të saj në më shumë se 20 vende të botës. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Japonia ka aktivizuar aeroplanet luftarak pasi ka zbuluar 3 aeroplan të ushtrisë ruse që janë ofruar kufijve të këtij shteti me 24 janar, njofton Ministria Japoneze e Mbrojtjes. Bombarduesit Ros të llojit Tu-95 Bir janë ofruar tokës japoneze nga veriu dhe më pas kanë fluturuar mbi detin japonez gjatë pasdites, thuhet në njoftim. 2 prej tyre më pas kanë fluturuar drejt ishullit jugor të Okinavës duke bërë xhiro përreth shtetit për të kthyer në Rusi në mbrëmje. Aeroplanet rus nuk e kanë shkelur në hapësirën ajrore japoneze, ka thënë Japonia.
Përballja e tij e fundit që përfshinte aeroplanet ushtarak rus në kufi ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Megjithatë, gjatë vitit të fundit, shumica e 500 fluturimeve nga aeroplan ushtarak të huaj afër këtij shteti janë zbuluar nga Ministria e Mbrojtjes japoneze dhe kanë qenë aeroplan kinez. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do takohet me opozitën siriane në Moskë me 27 janar, njofton Ministria e Jashtme ruse. Njoftimi sotëm është bërë pasi Rusia, Irani dhe Turqia thonë se së bashku do të zbatojnë një armpushim 3 javor në zonat ku zhvillohet luftë në Siri. Të trija shtetet e kanë bërë këtë zotim me 24 janar në një deklaratë përbashkët që u publikua pas 2 ditësh bisedimesh për paqe në Siri e që u mbajtën në Astana të Kazakistanit. Opozita siriane ka qenë e pakënaqur me këtë komunikat dhe më pas e ka hartuar planin e saj për monitorimin e shkeljeve të armpushimit. Derisa qeveria siriane thot se ata nuk do të mbajnë bisedimin në nivel qeveritar me Turqinë e as që duan të nënshkruajnë dokumentet që i nënshkruhen nga zyrtarët turq. Moska dhe Teherani e përkrahin presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën 6 vjeçare të Sirisë, derisa Ankaraja përkra opozitën. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, ndërkohë para se të ndahemi, u kujtojmë se sonte me fillim nga ora 20:45 minuta në kuadër të emisionit Republika me Derdan Gashin mund të ndiqni intervistën me zyrtarën kryesore ekzekutive në Mitrovicën e Veriut, Adriana Ogjic. Ndërkohë mos harroni të klikoni në webfaqen tonë gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.